Denis Vyshka, kamarieri 28 vjeçar që u dhunua për vdekje nga pronarët e lokalit ku punonte në Drimadh të Vlorës, ishte djalë i vetëm dhe me atë punë siguronte të ardhurat për familjen. Ishte zhvendosur në Vlorë për të punuar si kamarier, me qëllim për të hequr një pjesë të shpenzimeve të shkollës dhe për t'i ardhur në ndihmë familjes. Të afërmit e tij shprehen se 28 vjeçari njihej si njeri i qetë dhe jo problematik, ndërsa pohojnë se nuk kanë shumë dieni për rrethanat e ngjarjes ku ai humbi jetën, ndërsa të njëjtin mendim ndajnë edhe komshinët e tij. Ai ishte një djalë edhe mizën nuk e prek. Nuk mund të imagjinoj çajnë ato njerëz, çajnë ato e egërsinë që kanë guxuar të bëjnë atë që bën. Nuk e di që shikimi mund të ketë kafshë të tilla, bisha të tilla. Unë djalë e kam pas njohur. 2 javë më përpara kam folur me Kamet. Djalë më turp, më sjellshëm, më të dukur, më të bukur, s'kishte të dajë. Qofshin ata që janë, qofshin ata njerëz që kanë ditë ato, egërsinën, nuk e di se kush janë, se çfarë janë. 28 vjeçari Denis Vyshka u dhunua për vdekje në një dhomë të hotelit Shia Detit në Drimadh nga 2 pronarët e subjektit, Altin Ymeraj, Erviz Zylfaj dhe kuzhinieri Milkon Zymeraj. Këta të fundit kishin dyshime se kamarieri i tyre u kishte grabitur një shumë prej 5 milion lekësh të vjetra nga xhiroja e ditës. Trupi i pajeti 28 vjeçarit është tërhequr sot nga morgu i spitalit nga të afërmit e tij, siç shikohet edhe në foto dhe pamjet e siguruara nga një report, është nisur drejt Elbasanit.